Sot do të bua Këshilli Komunal për Sigurinë në Bashkësi, ku me këtë rast në udhëheqjen e kryetarit të komunës, Shaqir Totaj, janë diskutuar e analizuar 7 pika të rëndit të ditës, duke filluar me raportin e drejtorisë së inspektoratëve lidhur me kontrollin e produkteve ushqimore në tregjet dhe marketet në territorin e komunës së Prizrenit, ku raportoi fillimisht kryetari Totaj, tha se jemi duke u munduar që të bëhen edhe pagesat edhe antarët e këtij këshilli. Në bashkëpunim me zyrtarin kryesor financiar 3, kemi arrit me gjetë një mundësi qysh me bo pagesën e këtyre kryetarëve të fshatnave. E tash jemi të hulumtu qysh me gjetë një zgjidhje ligjore që me bo pagesën edhe të antarëve të KKSB-s. Unë jam optimist se do të mujmë me gjetë, po për momentin një pjesë zgjidhje se kemi bo, për këtë pjesën tjetër po besojmë që do të gjajmë. Lidhur me punën e inspektoratëve, Islamo Kimeri fillimisht njoftoi se ato janë në ku raportoi fillimisht kryetari Totaj, tha se jemi duke u munduar që të bëhen edhe pagesat edhe antarët e këtij këshilli. Lidhur me punën e inspektoratëve, Islamo Kimeri fillimisht njoftoi se ato janë në kompetencat e AVUT. Ju informoj se inspektorët që i inspektojnë tregjet dhe ushqimet, produktet e ushqimeve, kanë kaluar afër 2 vite, kanë kaluar tek agjencionet e veterinarisë faktikisht të AVUK-u, që nuk janë kompetenca më të drejtorisë inspektoriateve, po mbi të gjitha ne do të raportojmë se çdo kërkesë të qytetarëve që kanë ardhur në drejtorinë inspektoriateve, pavarësisht që kanë kaluar tek agjencioni i veterinarisë, na apet kemi insistuar dhe kemi ndihmuar gjithë qytetarët çdo ankesë që ka ardhur tek ne, po mbi mahallësisht të informoj edhe inspektori Fatmir Gashi që është prezenca. Mirë po inspektori Fatmir Gashi, inspektor komunal, tha se ne jemi aktiv kur qytetarët na njoftojnë në dallim me terren dhe padyshim se ndërmarrim masat, por ne i njoftojmë pastaj kompetentët. Produktet ushqimore, por ne kemi pas parasysh, sidomos edhe me plan program i kontrollojmë gjitha bizniset afër shkollave, për arsye se janë më të ndihshme. Ne në hasin e produkteve ushqimore me skadencë i bllokojmë ato dhe në bashkëpunim me inspektorët kompetent sanitar apo veterinar i njoftojmë në procedura të mëtejshme. Njashtu për qytetarët e komunës së Prizrenit, çdo ankesë, çdo reklamacion ja shqyrtojmë, se qytetari nuk din ku të drejtohet. Andaj drejtohet direkt në drejtoritë e inspektorate. Kështu që kemi parasysh mos të shkojnë ande kënde dhe shqyrtojmë ankesën dhe reklamacionin e qytetarit. Pyes tash për çfarë është bërë për qytetarët që të informohen nëse hasin ku duhet të drejtohen. Unë do të sugjeroja që si inspekcion ndoshta me bë ndonjë afishi për informacion qytetarë dhe mi vendos në marketet e mëdha që qytetari si të hasë në këto produkte me skadencë. Zenia Gurmani antare tha se duhet të shohim një ndalesë për pijet energjike. Kemi shumë probleme, më thonë, e di pse ligji ka kalu në parim vetëm në leximin e parë, po atë kishim mujt me gjetë ndonjë mënyrë që të ndalohen këto posaçërisht afër shkollave për momentin. Raporti policisë së Kosovës lidhur me narkotikët, komandanti policisë Alfa Nejdet Marsori njoftoi se 444 nxënës i kanë ndjekur këtë vit ligjërata kundër drogës. Ku në muajin mars 2025 në 11 shkolla me miratimin e drejtorisë e arsimit janë marrë ligjërata, edhe 444 nxënës i kanë ndjekur këto ligjërata. Po ashtu, sa i përket vizita u shkolla, janë bën për janarit deri muajin prill të arsim, 362 vizita shkolla nga njësi të ndryshme që janë përfshim. Plane operative kemi pas realizimin e urdhra arrest të persona që janë në kërkim edhe që janë dënuar edhe për narkotik, ku kemi pas disa persona që janë edhe arrestuar, kemi pas nëpër media dhe janë dërguar në vujtjen e dënimit. Po ashtu kemi planin operativ parqet e sigurta, ku kemi bërë kontrolla, kemi pas lagjen ortokoll të parkun të Suz e në lagjen
Korrill e kështu me radhë, ku e mbash muajin e kaluar keni pas këto kontrolla në përparqe, ku kanë hasur në për disa persona që janë hasur me lënd ku deri në 3 gram dyshimi për llojin marijuan i trajton stacioni mbi 3 gram, edhe narkotik lloje tjera i trajton drejtoria për lëndë narkotike. Drejtorisha Ramize Shala pyeti lidhur me rastin e shkollës Bogoslavin, e cila rrezikon qytetin. Për rastin që janë zonë disa persona në Bogoslavi, edhe që ka ndodhë me ata, edhe a shihet si rrezik në të ardhmen ajo pjesë e Bogoslavisë. Komandanti Mrasori e tha se ato janë kompetenca të tjetërkujt, por siguria është e sigurt në Prizren. Rastet trajton dikush tjetër, është kompetencë dikujt tjetër me trajtu edhe për informata ma shtesë i jep dikush tjetër. Edhe sa i përket sigurisë e kem qetë, nuk kem për moment ndonjë informacion mund na trazon qytetin, dihet qyteti Prizren si është multietnik, jem ofrimi i sigurisë për gjithë qytetarët e Prizrenit, rastet të tilla që ndodhin ne janë na e kemi trajtuar në bazë nivelit që është dhënë nga ana stacioni policor Prizren edhe drejtoria rajonale, gjitha veprimet gjithat janë koordinuar me gjithë njësitë relevante për ruajtjen e sigurisë në qytetin tonë edhe në Republikën e Kosovës. Drejtori Ukemiri tha se për shkak të punimeve shpesh pyetjet e policisë nashtrohen neve pasi po krijohen tollovi, po kështu edhe në trotuare të mos lejohen parkingjet e veturave, tha ai. Këto 3 vitet e fundit shumë punime janë duke bërë në qytet, në Shadrëva, në trotuar, tash në rrethin Bashdrahane. Dhe kemi shumë ankesë ndaj qytetarëve dhe vinë te ne thonë inspektorat mendojnë që inspektorati duhet të bëjë edhe punën e policisë. Në shpesh edhe i drejtojmë dhe kam komunikim edhe me komandantin edhe jashtërorit punës, me qenë se çdo herë kemi komunikimin shumë kolegial dhe shumë mirë që e falenderoj për bashkëpunimin që kemi së bashku. Por kryetar edhe ju gjithë të pranishëm gjatë punës që po kryen në të rrethin e Bashdrahana dhe të rrethit e rruga Tirana dhe pjesë tjera qytetit që u punohet, po krijohen se normal gjatë punime po bllokohen edhe rrugë, po bëhen rrugë alternative që ne edhe drejtoria shërbimeve publike edhe ne si inspektorat të informojmë për riorganizimin e rrugëve gjatë kryerjes punimeve. Por normal që frekuentimi i automjeteve dhe po krijohen kolona të mëdha është një rekomandim i imi edhe i drejtorisë, pasi që kemi shumë ankesa nga qytetarë që a ka mundësi që gjatë punimeve të ketë patrollat policisë të bëjë riorganizimin apo organizimin e lëvizjes të automjeteve, se po ka shumë parregullsi në komunikacion. Policia ka të pamundur 24 orë me ofru siguri ose me orientu komunikacionin për shkak punimeve në rrugë. Mirë po sa herë që paraqiten vështirësinë në qarkullim, na kemi intervenu për më orientu qarkullim. Mirë po është përgjegjësia e kompanisë e cila fiton tenderin që me siguru personat përgjegjës për rregullimin e komunikacionit dhe vendosjen inicialistike së duhur të komunikacionit për orientim. Është mirë, tash nuk e di nëse komandanti i stacionit Prizrenit ka pranu, mirë po dhëna si njësi e trafikut që kur të bëhen këto punime në rrugë me pas një projekt të orientimit të kryqëzimit me sinjalistik rrugore. I kuptojmë vështirësitë e qarkullimit, për atë arsye po munduemi maksimalisht me përkahje me mbështet edhe me orientu edhe ata të cilët bën nganjëherë gabime ose shkelin rregullat e komunikacionit për shkak mosnjohjes së rrugës, i japim vërejtë dhe orientojmë komunikacionin ka më shku. Përderisa kryetari Tota i foli për një mirëkuptim që të bëhet në shishin Shadrëva. Neve na takon me kërku siguri. Mënyrën se çysh e bën policia sigurinë, nuk na takon me ndërhy edhe me dhanë sugjerime. Kjo s'ka sugjerime joni, as jam as islamit, po qytetarët e kanë thonë ashtu, ata kanë thonë, nuk e besoj që kanë thonë me qëllim të keq, po nga mungesa e informatave edhe nga mungesa e të kuptumit se çysh funksionon policia. Domethënë nuk na takon neve me kallëzu çysh me kry punën. Na takon me lyp siguri, ajo siguri çysh bëhet, ju e dini më mirë se na, për shkak se çat profesion e keni. Përndryshe, ata pistonat ku i kemi qitë aty edhe këtë pjesën tjetër kur të qesëm atje do të ketë nevojë të shtume, sidomos në fazën e parë për një kujdes, në mënyrë që zona Shadrëvanit për shkak numrit madh turistave që është në rrithje e sipër, të jetë një model edhe një shembull se çysh menaxhohet. E kur tha modeli shembull çysh menaxhohet, këtu përfshihen të gjithë. Përfshihet komuna, përfshihet policia, përfshihen qytetarët, përfshihet secili individ i cili don me pa Shadrëvanin me një gjendje më të mirë për shkak se kemi bërë investime serioze dhe mirëmbajtja dhe kujdesin e takon të gjithëve. Nehat Vehapi u bashkangjit lidhur me vozitjen e motorëve që vozisin të rinjët. Në për rrugët e Lubizhës ta bëjnë kontrollin se ka shqetësime të natyrës së llojshme
edhe sa i përket zhurmës të katashme që po bëhet me motora, sidomos në orët e mbrëmjes, ashtu dhe vozitjes të jetë të shpejtuar në për rrugët e Lubishës që ja rrezikojnë jetën kalimtarve. Lidhur me lëmoshë kërkuesit, raportoi Bashkim Rakaj, i cili tha se janë 7 OJQ që merren lidhur me trajtimin e fëmijëve dhe situatën në rrugë dhe trajtimin e këtyre fëmijëve. Për vitin që lam pas, domethënë periudhën vjeçare nga sot e mbrapa, ku raportojmë, Qendra për Punë Drejtoria për Punë dhe Emergjencë Sociale përmes Qendrës për Punë Sociale ka identifikuar 175 raste të fëmijëve dhe të rriturve në situatë rruge. Nga këto 175 raste, 99 raste janë gra dhe 67 janë burra. Te kategorizimi i gjinis këtu janë edhe fëmijë edhe të rritur. Nga numri totali 175 rasteve, 50 nga këto raste janë shtetas të Republikës Kosovës, ndërsa pjesa tjetër nuk janë shtetas të Republikës Kosovës. Nga këto 50 rastet shtetas Kosovës, 23 janë gra dhe 27 janë burra, meshkuj. Lidhur me lypsaret e Ertan Simit Qiu, tha se Tirana ka arritur këtë problematikë dhe ka kryer mirë atje dhe tani s'ka më lypsar. Lidhur me këto sqarime plotësuese dhe lidhur me këtë, ka dhënë komandanti i policisë. Këto qyteta turistike, domethënë kanë bërë zgjedhje për këtë çështje. Mirë është të kontaktojmë ata. Bile Saidi me kryetarin e Tiranës jemi kontakt zyrtarisht, edhe kryetari ka kontaktet, është nderi qytetit. Po mendoj që bashkim ndoshta mundemi me marrë me këmbyna i përvoj pune që na me realizate. Unë e pajtona me juve që nuk duhet me stimulu me mjete lypsart, sidomos këta në për rrugë që po dalin kur jemi në automjete. Unë e kom hasë disa herë, po gjithmonë janë të njëjtit njerëz. Për pikën që lidhet me trajtimin e qenëve ndacak, referoi drejtori i Rritorisë së Bujqësisë Begjat Bytyqi, lidhur me këtë temë dhe anëtarë të tjerë diskutuan. Deri me tani kemi pas 2 raste të kafshimit qenëve ndacak, nga qenë ndacak, dhe ata qenë janë kapur nga operatorë ekonomikë dhe janë në strehimore për momentin, ende janë në strehimore duke i mbajtur. Gjithashtu, gjatë këtyre 4 muajve, kemi vendosë edhe 2 pika ushqyese për qenën ndacak, ku i janë vendosë si test, me i ba që me i ushqy qenë dhe ata qenë pas ushqimit mos me paraqit rrezik për qytetar. Kryesisht janë vendosë në periferit qytetit këto 2 pika dhe me operatorin ekonomik kemi largu qenë nga qendra e qytetit edhe nga disa shkolla, në rrëthim të shkolla që mos të paraqesin rrezik këta qenë dhe t'i ofrojmë të qendra e ushqimit, domethënë sa më afër që t'jenë ata. Pas këtyre diskutimeve, u dhanë edhe disa sugjerime ku kryetari Totaj kërkoi të gjendet një rregullore lidhur me vozitësit e trotineteve që tashmë janë shtuar dhe po pengojnë. Lidhur me këtë, sqaruan policia, Arben Elshani, pastaj ka folur edhe për mjetët me 2 rrotet që janë prezent duke sqaruar njoftimin shtesë.